Gjirokastra 21 vite në UNESCO. Me këtë aktivitet, qyteti Gurtë startoi programin dedikuar përfshirjes së qytetit të Gurtë në listën e trashëgimisë botërore. Për kontributin e dhënë në vite për promovimin, rjetësimin dhe transmetimin e breza të vlerave karakteristike të qytetit të Gjirokastrës, pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s, Bashkia Gjirokastrën nderoi me titullin Qytetar nderi i Gjirokastrës fotografin Roland Tasho dhe mjeshtrin e polifonisë Roland Çenko. Tituj këto që ju dorëzuar nga kryetari i Bashkisë Flamur Golemi e prefektja e Qarkut Alban Hasanaj. Na qesh nurin e të gjithëve në këtë ditë shënuar për Gjirokastrën, e mbi të gjitha kjo Gjirokastra që kemi sot është saj të gjirokastritëve, të atyre që ndërbreza kanë bërë gjithçka për të qytet, edhe që jemi të nderuar, që kemi qytetar nderi Gjirokastrës Roland Çenko. Faleminderit Këshillit Bashkiak, faleminderit kryetar, faleminderit bashkisë, faleminderit gjithëve edhe gëzuar këtë ditë të bukur sot. Faleminderit. Sot kryetari i Bashkisë Këshillit Bashkiak ka vendosur që të nderojë dy prej atyre që kanë gjurmuar fort dhe e kanë sjellë Gjirokastrën të gjallë me traditat, kulturën dhe gjithë atë çfarë ajo përcjell, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë tyre. Dhe këtë më së miri e ka bërë një prej ambasadorëve që këtë jehon të traditave ka ditur ta përcjell dhe ta paraqes jo vetëm brenda qytetit të Gjirokastrës, por edhe jashtë kufive tanë. Unë së bashku ftoj këtu edhe kryetaren e Këshillit Bashkiak, nderë për mua ta kem në krah për të dhënë një titull, i cili i jepet zotit Roland Tasho. Do të falenderoj bashkinë, kryetarin, i cili është gjithmonë besamirës, mirënjohës, por edhe pritës i aktiviteteve të mia kryesisht, njëkohësisht Këshillin e Qarkut, që i lavdëroj për pranimin dhe për ftesën. Gjithsesi, do të kontributin tim do ta vazhdoj me Gjirokastrën dhe njëkohësisht do të jap një album, do t'ju dhuroj një album të Gjirokastrës. Tasho me këtë rast çeli një ekspozit ku prezantoi foto të shkrepura gjatë festivalit folklorik të vitit 1988. Kur unë sapo kisha filluar punë, dhe ishte nga kronikat e para, reportazhet e para që unë bëhet fjalë për festivalin folklorik të 1988-s. Siç ishte ajo periudhë me fjalë që jepte shumë rëndësi këtij festivalit, shumë i organizuar, dhe më kujtohet shumë mirë që qëndrova gati një javë sa zgjati festivali, si fotograf i revistës Sylli, një revistë shumë e rëndësishme e kohës, dhe që atëherë më mbeti kjo dashuria, vajtja ardhje për Gjirokastrën, por njëkohësisht edhe duke rilexuar kronik në Gur, qyteti pa reklama, to sokaqet e bukura, kalaja të tjera, dhe mbas 38 vitesh hapë këtë ekspozit. Kjo është era parë që hapet, dhe për këtë më vjen mirë me fjalë, sepse kujtesa është e rëndësishme, mbase nostalgjia, po kujtesa e rëndësishme të shikojmë edhe festivalin, organizimin e festivalit, me këngët, me veshjet serioze, por njëkohësisht edhe si ishte qyteti ose qafa e pazarit në atë periudhë. Festimet për këtë datë veçantë për Gjirokastrën do të vijojnë në mbrëmje, ku artistët popullor të Kavajës do të ndezin atmosferën me numrat e tyre artistik.